Çfarë të pret ky muaj sipas shenjës tënde? Paralajmërimet dhe bekimet po vinë. Ky muaj nuk është i zakonshëm, sepse për shumë shenja sjell kthesa të papritura, lajme të mëdha dhe sinjale që nuk duhen injoruar. Çfarë do të ndodhë me ty? Dëgjo me kujdes. Dashi, ky muaj të vendos përballë vendimeve të vështira. Energjia e yjeve të nxit të dalësh nga zona jote e rehatisë. Financat lëvizin, por kujdes nga shpenzimet impulsive. Një telefonat mund të ndryshojë gjithçka. Demi, ndihesh më shumë se kurrë në kërkim të stabilitetit. Dashuria ka nevojë për komunikim të ndershëm. Puna të sjell mundësi të reja, por dikush nga e kaluara mund të rikthehet në mënyrë të papritur. Binjak, muaj vendimtar për marrëdhënie. Një miqësi mund të kthehet në diçka më shumë. Kujdes me fjalët, ato kanë fuqi. Lajme të mira nga një udhëtim apo projekt që ke lënë pezull. Gaforia, yjet të shtyjnë drejt një transformimi të brendshëm. Emocionet janë të thella, por mos i fsheh. Një mundësi financiare shfaqet kur më së paku e pret. Mbaje mend, zemra jote di rrugën. Luani, nis një fazë ku kërkohet të ndriçosh të tjerët, por pa u djegur vetë. Do të marrësh vëmendjen që meriton në dashuri apo karrierë. Një ndryshim i madh po vjen. Je gati ta pranosh? Virgjëresha, gjërat po vinë në vendin e duhur, por ngadalë. Mos nxit rrjedhën. Një mundësi për të mësuar ose për të zhvilluar profesionalisht hapet këtë muaj. Ruaje energji nga njerëzit që vetëm marrin. Peshorja, balanca e brendshme është sfida jote kryesore. Një zgjidhje vështirë po të afrohet, por yjet të udhëheqin drejt dritës. Në dashuri, vërtetësia është ajo që do të ndriçojë rrugën tënde. Akrepi, ky muaj të zbulon sekretet e tua më të thella. Nëse ke pritur për një përgjigje, ajo vjen, por jo siç e pret. Një ndryshim i madh në shtëpi apo lidhje është në horizont. Dëgjoj intuitën. Shigjetari, mos i shmang mendjenjat. Ky muaj sjell përballje me ndjesi që ke shtyr për kohë të gjatë. Udhëtimet apo ndryshimet do të jenë të shpejta. Një e vërtet që ka qenë fshehur del në dritë. Britani, fokusi yt në karrierë shpërblehet, por mos haro ata që të duan. Lajme të rëndësishme në sferën familjare. Mund të humbasësh një mundësi nëse heziton shumë. Vepro. Ujori, frymëzimi vjen papritur. Idetë tua kanë potencial të madh nëse i ndjek me zemër. Një takim i rastësishëm mund të shndërrohet në një lidhje të thellë. Kujdes me teknologjinë, ruaj të dhënat. Peshqit, ndihesh sikur çdo ndjenjë është e zmadhuar. Ky muaj kërkon që të besosh më shumë te vetja. Dikush të sheh si frymëzim. Nëse ke pasur dyshime për një rrugë, përgjigja po vjen. A përputhen këto me atë që po kalon tani? Shkruaj shenjën tënde poshtë në komente dhe mos haro të regjistrohesh për më shumë parashikime çdo muaj.